Dyert e familjes Pira janë hapur për krye shëndosh. Kjo me që mbrëmjen e së martës, kjo familje u godet nga një tragjedi. Krye familjari i tyre humbi jetën pas tuhis që ka ploi pozheranin e Vitis. E gjithë ngjarja dyshohet se ndodhi kur 61 vjeçari rrëshqiti në dyshemën e lagur të balkonit. Për shkak të gjendjes së rëndë emocionale, detaje më shumë të mërkurën para kamerës nuk dhanë familjarët. Ndërsa rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, e cila tha se viktima kishte pësuar lëndime të rënda në kokë. E nga moti i ligë të martën e pësoi edhe Fuad Zuka nga i njëjti fshat. Ky i fundit po punonte në shkollë kur erat e forta i hoqën qatin nga kura një tjegull. Ne akon faktikisht të punu mbrende, ne akon të po punime të mbrendshme, po shpejt kërkorë fortunë në këto shije edhe erat, ka do në një pjesë e lamarinjës ka në tukë, ka do në meterik së poko dhere mbrenda, ta pastaj ka një pjesë prej laurtit, edhe faktikisht o kon të mëron në kokë mua, por fauti ka dhishtë një sikë si shpejt edhe e kom dalu me dorë edhe fatmirësisht jam mirë dhe me shëndet. A i thot se dalja jashtë e shpëtoi nga një fatkeqësi më e madhe. Lëndimet janë të lehta, kom bë një çepje në dorë, stoia ka zgocë dikon rreth 20 minuta, faktikisht 20 këto minuta, shpejt ka qenë këto, po ka dolë në pjesën e asfaltit, aty edhe për rast të mos më dëmtohet dikush tjetër, kom dësht me tërheq mrena. E përpos lëndimeve, dëme materiale nga stovia e së martës u shënua në gjithë komunën e Vitis. Mund të them që shuma e dëmeve vetëm në komunën e Vitis, e cila parafërsisht është dikon rreth gjys milioni euro, për ndryshe Komisioni për verifikimin edhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore i krijuar nga kryetari i komunës, është në vlugun e punës për mbledhjen e të gjitha të dhënave të dëmeve të shkaktuara. Drejtori i emergjencave në Vitis thot se u mungoi ndihma nga niveli qendror. Ka qenë stuhi gjithandej Kosovës dhe institucionet qeveritare kanë nejtë në përzyret e tëne. Jemi ne, drejtorët komunal, kryetarët e komunave, zyrtarët komunal të cilët kemi dalë në teren, jemi ballafaqur me situatat e pakëshme të cilat kanë qenë dhe në këtë formë sa do pak jemi mundu me menaxhu situatën në mënyrë që me kalu me pasojë sa më të vogla. E përpos komunës së Vitis, erat e forta dhe rrebeshjet e shiut kanë shkaktuar dëme edhe në qytetet e tjera të vendit.